vetëm persekutime, tortura, varfëri, skamje në përkëmbje, trushtrarje, 36 vjetë post-komunizëm, mojim të drejtash, talje me të drejta tona, gënjestra sy për sy, e tjera. Dhe prap, shikoni se sa fisnik është zëmërimi i popullit shqiptar. Sa fisnik! Shikoni se sa i bukur është bashkimi i popullit shqiptar. Kemi frymzuar të gjithë botën. Kemi frymzuar të gjithë botën. Ma jete dorëqen, ma jete dorëqen, ma jete dorëqen. Se po na bekon Zoti me këtë bashkim, sepse mbreti joni përjetshëm, Gjergj Kastrioti, na ka thënë që ndroni të bashkuar, dhe ne sot po zbatojmë amanetin e tij, prandaj do të fitojmë. Prandaj, unë ju propozoj çdo 10 qershor të mblidhem këtu me qeveri të mira apo të këqija, në 10 qershor në gjithë popullit shqiptar në sheqin Skënderbej. Dhe të vi këtu. E kam propozim. Le ta bëjmë traditë, se pas kemi pasur nevojë për këtë bashkim.